po më rritëm në Lisbon. Mbas një ulje spektakolare, si ishte ulja? Kishte shumë erë, ishte një stuhi ere. Dhe avioni i po ulem dhe më në fund jemi në Lisbona dhe Portugalia është një nga vendet që e pakta që ne nuk kemi qenë në Europë, kështu që ta bëjmë dhe këtë çek, do rrim për fundjavën këtu dhe kjo është një arsye mirë që unë të rikthehem YouTube-it, se kisha qenë pasdore. Do thojë diçka, zoti opinionist? Jo, nuk e di për sa erdhë. Për ti çek vjen. Për çek, po patjetër që pite për të bërë. Bëre çek. Ne po presim pak në aeroport, sa të na vi taksia, sepse kishte ndodhur një aksident në ata rrugës, është e premte, ka shumë trafik, dhe ndërkohë po na haj shumë, dhe porositëm. Ne kishim ngrënë shumë më shumë se sa kaq, patjetër, por kemi rezervuar në darkë, që nuk donim ta prishnim. Gëzova të mersi shumë se gjeta si këto bukët me djathtë që haja kujtohesh shpirt sa kam ngrënë në Brazil. Shumë. Dhe këto gjërat e tjera. Shpirtëm duket shumë nerva. Ne marr shumë gjëra fare, nuk na prishë darkë. Nuk ka shumë gjëra këta. Nuk janë shumë gjëra këta. Më thosh shumë në urinë Somali. Nuk kisha provuar asnjëherë pastel de nata, që është ëmbëlsira tradicionale e Portugalisë. Ka fituar dhe çmimin, se ëmbëlsira më e mirë nuk duhet ta bleta për vjet, që kam e vërtet shumë më mirë, që kjo sido që të jetë në aeroport është, po kam parë një dy vende që janë tamam vetëm për të ngrënë këtë, nëse po pres aty ti provoj. Shumë mirë. Hypëm në taksinë në fund. Taksinë e kishim përnotuar që përpara. Në fakt, unë duke qenë se jam Genius 3 në Booking, sepse përnotoj shumë hotele, siç më të kuptohet. Kam një mbasere o kështu oferta ndryshme dhe në udhëtimin në Tbilisi, Gjergji, edhe këtu, pasi përnotova hotelin, kisha falas taksinë që të vinte të merrte direkt, kështu që kursion se lek. Kjo blen edhe për të kthyer apo? Jo, vetëm për pa. Kjo vjen tani dashkë të gjithë aty. Qyll, su bëre VIP të dole në emisionin. Bëritëm tek hoteli. Inshallah është aq i mirë sa që ishin review dhe sa që ishin në përfota. Kur rezervova në Booking. Ja, mirë se erdhëm. Ky është hoteli. Shumë mirë. Pas ka dhe vask. Po unë nuk i përdor kur vaskat e hoteleve, se kamerak. Tukë si pis. Pasqyrën e pas ka gjigande. Bukur. Në për gjëra parë që të bëj patjetër është që do hap valizhe, do vendos gjërat nëpër vende, por fare. Seriozisht e ke? Se u bide. Po vita shumë sa një hym punës si ai pushtuesi sulmeve. Po e ti. Çfarë të shprehje budallaqe që përdor? Po kuptua. Po përpara dua që ka dhe hekur shpirt. Përpara dua t'ju tregoj pak se si vendosëm të vim në Lisbonë. Atëherë ne nuk ose kishim plan të udhtonim këtë fundjavë. Amara është në Paris, ka ikur me shkollën, sepse ka një shfaqje, kishte një shfaqje teatri. Dhe ne po thoshim okay, Amara nuk është. Nga përputhen kishim pushim nga xhirimet. Që të bëjmë, të rrim Tiranë, si mund të rrim në Tiranë, si mund të rrim në Shqipëri, ne, bredarakët. Dhe prenotimin e kemi bërë të martën për të premten. Mua më ishte fiksuar që me këtë Lisbonën ka linjë direkte. Nuk ishte. Që linja direkte është me EasyJet, është vetëm në qershor korri gush, vetëm në verë. Gjatë periudhës tjetër nuk ka. Po ne na ngrit mendja që do iknim në një vend, unë doja një vend që nuk kisha qenë në Europë, na kanë ngritur shumë pak vende që nuk kemi qenë. Pa gjithë kombinimet, çmimet ishin kacafiu se 2 ditë para. Si
si përfundim përgatuam Lufthansën, Tiranë, Frankfurt 2 orë, pastaj 4 orë tranzit, pastaj Frankfurt, Lisbon 3 orë. E ja ku jemi tani në Lisbon. Është e sigurt që i kemi pushim në ndërmarrje? Po, mos ishe sigurt se ishe këtu tani. Tani do shtrihemi pak edhe pse unë më thënë kam fjetur thuajse gjatë gjithë rrugës, po Tomi do fler, unë do rishtrirë, si të në darkë kemi prenotuar në një... Kujdes. More bo! Kemi prenotuar darkë në një vend dhe pastaj do dalim në darkë, për që duhet të shpëlloj pak. Këtu është ora 4:30 dhe është 1 orë mbrapa me Tiranën. Tirani bie tani është 5:30. Këto ishin të rejat dhe rikthimi në YouTube mbas gjithë këtyre muajve pushim. Sa u bën? U bën ja 2-3 muaj. 2 muaj u bën po. Nuk e di, miku motivimi. Kështu kam YouTube-in, kam shumë qejf, postoj, pastaj lodhem, kam punë, kam gjëra, më duket sikur bien përsëritje, bëj pushim, po rikthehem prap. Ja ku jam bërë gati. Doja që ta mbyllja videon duke u treguar edhe luku në fakt. Ky është luku i mbrëmjes, po prit se ka peripeci mbas këtij luku. Me thënë drejtën e kisha marrë me shumë qejf, do dedikoja kohë, do bëja një make-up me qejf, hap kutinë e make-upeve, dhe shoh që kisha harruar të gjitha furçat. Ka marrë çdo gjë përveç furçave, kështu që ky make-upi, syt, jam bërë me gisht. Ngjyja e gishtin tek paleta, hop, e vija si për syrit. Nuk e di kush është brezi im, po këtë gjë kemi pas bërë gjithmonë në kohën e gjimnazit dhe të fakultetit, kështu e bënim unë tonën e hapja me dorë, s'kishim furçe, sponge këto, qa janë tani me shumicë, jo. Hilni make-upin në dorë, fondotintën dhe e hapnim dhe syt një bënim me gisht. Tani nuk është shumë që me gjitha të me thënë drejtën, duke sigur e kam bërë më mirë se sa kur përdor furçë. Po do të tregoj dhe lukun total. Luku total është ky. Sot vendosa të vishe me gjata, të mbuloj shalet, të nxjerr qoksin tim pesa. Po më pëlqen. Po me si të duket ky luku? Pëlqen? Se unë Tomit i besoj më shumë për gusto se sa vetes time. Po të tregoj në fund edhe lukun e Tomit. Për momentin barku duket shumë mirë. Halli im është kur të ha. Me si po preset ha, se kemi rezervuar një restoran që më që kam parë ka gjëra shumë të mira. Barku do fryhet dhe kjo nuk të ngjaj shumë mirë, por pëlqen të bëj foto dhe video të para. Pak vështirë nuk na nxë të dyve këtu, por ja, siç thash, të tregoja pak edhe lukun. Okej, lukun tim e pat, prit. Duhet të them në gjë të zgjuar? Jo, nuk ka rëndësi, i bukur kështu që mjafton. Kur i bukur s'ke nevojtuar gjëra të zgjuara. Vetëm rrotullon të ta shohim pak lukun. Shumë bukur. Votoni, cili është luku që ju pëlqen më shumë? Nuk kam veshur xhaketën, kam i pelliçe. Po nga të dy. Se ka nevojë për rrotull? Pse je ti më mirë, a? Nuk them që jam unë më mirë. Ikëm tani, shihemi në videon e radhës.